kam kënë rrjeteve sociale, kështu që atëherë unë kisha shkruar në Facebook e divorcuar, lumturisht e divorcuar, ka qenë fraza që unë e kisha bërë, do të thonë Po ti në mendjen tënde ishte ndar, por ty kishte marrë fund martesa, po. Do të tërheq vëmendjen e një mashkullit, do të thonë, me një si përbashkët, të full, më tregon për jetën e vet, një histori e vajzënshme. Ai thon vetë nuk kam ku më shku, thon vetë, nuk e kam bërë divorcin se nuk kam ku më shku. Nuk jetë më të mirë, po hajde më të ton. Ai jetonte në Itali. Ai jetonte në Itali dhe po ty tu hap rruga për jetonte në Itali në La Spezia. Po, për të dalë më në fund jashtë vendit. Nuk e se do të vitë më taku. Ka ardhur më taku. Ka pa fëmijë, se do të thonë ato gabim fatale jam që tillni prezantu një dikam fëmijëve. Por më tregu që situata jam ishte reale. Që kam çuar në shtëpi të fëmijët e mi. Ta kona në rregull, thot, nuk po më të marr, nuk kam kushtet ekonomike, thot më marr të tonë bash, po gjej një punë. Flemi të mi dikujt, unë s'kisha kujt më ran kërkujt në botë vetëm babës vet. Edhe babën e fëmijëve të mi unë arrini mushmënjen, bëhet divorc konsensual. Që do t'ikësha në një shtetë Europë, që pa bëjnë këtë gjë, më dhe larë të marrë dhe ty, më dhe i mrapa, me anë të fëmijëve se fëmijët ishin minoren. Edhe unë kam bë loj aktrimit vërtet, kam bë si kur du një person që unë orreshëm me tonë forcën e shpirtit. Në shkurt të 2014 kam fillu divorcin, në qershor të 2014 kam marrë divorcin. Sepse divorci ka qenë konsensual. Po, dhe ti? Edhe këtu baba jam, sepse unë prishëm mami, baba jam mërë vesh që unë po divorcohesha, edhe më thotë nuk du të për me pengu e ba divorcën, nuk du të nësë një mjërë që ty që në bjarë në vajznin stoma, sepse unë bjarë në vajznin e kam stoma. Edhe shprej e jam e këshop, nuk e di se si e kam posa sigurit, ti si ndeni njëri, tosh unë zdu të herë. Edhe më të më jam e ndibra. Edhe ashtu më dhe... Dhe pastaj emigrove, u bashkove me këtë personin që ti njohe nga Facebooku. Për një muaj e pak, dhe më tanë, kam marrë në shpinë e ti, kam marrë me te bashkë. Po. Prisha me një bashkëshortin të tanë qatë më të buka dhe shë një jetë, më nga në më këmër mollë, dhe me këti shumë, të tanë, nuk e di se me këtë, ka një qift. Po. Si qift të dashurëm. Po. Edhe prisha dhe pinë, shikosha dhe pinë, me anë të Skype-i. Me lojën teatrale që ti ke zhvilluar ndaj atij, ai ka besuar që ti do riktheheshe, në fakt, ti kishe si synim që ti merrje fëmijët. Unë jam rikthyer një javë para faktit. Një javë para faktit, sepse atë moment i kam të gullim tezës, unë jam rikthyer, sepse teza ka mushmënjen, babstem, me më dhënë lekë të nevojshme, me shku marrë fëmijë. Kanë kanë rreth 1.500 euro. Ti dha babaj, dhe ti more fëmijët. Pasaporta, o do shte leja në të rejizume, ishtë bashkëtortit për me kalu fëmijë, jashtë shtetit. Ta dha prokurën? Një ka vanë të në i bilën që unë një herë të marrë letrët, du të marrë me veti. Pate probleme me ishtë bashkëtortin më pas, sepse ti vazhdove bashkëtesën me personin e ri? Absolutisht nuk kam është me ditë asë gjë për te. Vazhdove jetën. Aurora, pra ti zgjodhe të vazhdosh bashkëtesën me personin e ri, një kapitull që përsëri nuk erdhi mirë në jetën tënde, sepse ai u përpoq të respektonte ty, të donte ty në thonjza, por jo fëmijët e tu, derisa erdhi momenti që ai abuzoi fizikisht djalin tënd, e dhunoi deri në atë pikë sa ishte shkolla e djalit e cila u detyrua të denonconte rastin. Dhe ky ishte momenti kur ti vendose të shkëputësh marrëdhëniet me këtë person, nuk e humb asnjëherë besimin tek jeta, ndoshta edhe tek burra, derisa hyre në një aplikacion njohjesh ku njohe bashkëshortin që ke aktualisht, bashkëshortin italian. Por ta përmbyllur, si ndihesh ti sot? Me përmbyllur shkurt e shqip, do të thënë para fëmijëve të mi nuk vetë kërkam botë absolutisht. Unë besoj që çdo gru që jeton në fytyrë tokës ka drejtën mu dosht, e mu një doshtën. So ka 3 fëmijë, ka 30 fëmijë, ka 300 fëmijë, ka drejtën me kanë gru, se në rrallë por jena gra, mana jena nëna, pavarësisht se, se pa lënë fëmijë mrapa. Unë i kam thënë edhe bashkëshortit që kam sot, dhe me thënë të unë jam martume, edhe unë i kam thënë, para fëmijëve të mi, në kje kërkom. 0. Edhe kjo aplikacionit, unë nuk kam një tamam prej qefit, po kam një për me i bëj një dëshëgjësi më hakmarrë ndaj mamit. Për hakmarrën ndaj mamit? Për hakmarrën ndaj mamit, sepse mamin teme i dona një surprizë shumë bukur për ditëlindjen, edhe nëse dhe një përçaj, shumë, mamën e kur ardhi punë, mamën e i kishte bërtit babi, sepse aja normal i kishte thënë shoqit,
I kishte bërtit i shoqja asaj, ajo mbërtet muti, që do të më bëjë mu surprizë, ti do të me me shpitane, ti ki dërë më dalë mu prej burrit, u thash, ti do të më bërë mu shumë të defterën ty të shepit. Shkova të nesëm, jam regjistru të kë aplikacion, kam do shtesh me pus në butë dhe me thonë jam e të jume. Me bunë në rritët sociale, kja po kërë. Por nu që e persona sot burrem. Rebele Aurora, je shumë rebele në karakter. E ke sfiduar fatin edhe njerëzit. Nuk e bukur, po kam qenë shumë hakmarrëse. Kam mendu se dikush që më bën keq duhet më pagu. Çuk t'javën në jeme. Ilona, duke qenë se ne lidhim gjithmonë abuzimin me diçka negative, mund të nxjerrim ndoshta një gjë që un kam vënë re, po jo vetëm unë, personalisht në raste që kam trajtuar apo vetë nga fakti që kam punuar në një qendër të viktimave trafikimit dhe aty kishte edhe raste të abuzimit, pra I kam prekur në të dyja versionet. Do të them që një nga karakteristikat pozitive që vijnë të rejtë disa viktima është që zhvillojnë një ndjesi force dhe shprese. Shprese për një ndryshim, për një diçka të cilën ata e presin që do ndodhë në jetën e vet, pavarësisht zisës ose asaj që ka ndodhur, pra diçka ata e shpresojnë shumë që mund të ndryshojë jeta e tyre. Dhe rasti konkret ishte dhe Aurora, që po të shikojmë, duket si nga ato prallat me fund lumtur që ka gjetur personin i cili më në fund mundet të ajo ta lë veten e lirë, të mbështetet tek ai dhe të ndihet e sigurt, ndryshe nga çdo mashkull që ajo ka pasur në jetën e vet, dhe për këtë më vjen mirë, le themi nëse bëjmë atë listimin e 3 kategorive që zakonisht si zhvillohen pjesa e pritshmërive ose I mënyra se si viktima jeton, pasi janë 3 gjendje që zhvillohen në mënyrën se si një abuzuar ndihet. Është një e gjendjes së shpresës, siç e tham, është një e ngrirjes që personi jeton totalisht I ngrirë frymor, jo që të jetojë jetën, dhe një që duron realisht, pra pranon atë që I ka ndodhur dhe mbetet në pozitën e të qenit ose të ndjerit viktim. Po ndonjëherë edhe e detyruar të pranojë. E detyruar. E kanë detyruar rrethanat, sidomos kur një traumë nuk përpunohet. Normalisht do zhvillohen këto dy gjendjet, por pam që në rastin konkret Aurora ka kërkuar ndihmë, edhe në bazë të kësaj, po edhe një gjendje e saj personale, cilësi e saj, mund të ketë bërë së shtyr që ajo të avancojë në përpunimin e traumës edhe të jetojë në zgjedhje të lirë. Dhe këtu ka vërtet merit dhe vlen për të çmuar gjithë kurajoja e saj, për të ecur përpara, për të dalë nga errësira, sepse ka gra që realiteti dhe rrethanat I thyen, I mbysin dhe vetë shkatërrohen në atë dhimbjen e tyre mirane. Ndërkohë që Aurora nuk ka hequr dorë asnjëherë së kërkuari në jetë, pra ka provuar fatin e parë, kishte ndërtuar edhe një skem se si mund të martohej, për të sfumuar gjurmët e humbjes së vajzërisë, pastaj shkoi tek partneri I dytë derisa hyri në aplikacion, me disa nota diku rebelizmi që edhe përmenda, por prandaj them që janë edhe cilësitë tona të personale që ndonjëherë dalin në pa edhe në këto raste kur duket sikur nuk kemi më shpresë. Prandaj është një karakteristike veçantë të pasurit ndjenjën e shpresës edhe është një nga cilësitë që ndihmon dhe shëndetin tonë mendor. Sa e zakonshme është për viktimat e dhunës, qoftë dhunës fizike, qoftë dhunës seksuale, që të kalojnë në një lloj indinjate dhe rebelizmi, siç bëri Aurora? E zakonshme nuk është, por është e shëndetshme që të kalojmë në rebelim, sepse është ajo fortuna e brendshme, nëse mund ta quajmë kështu, e cila domethënë nga të mos foluri del në pa ose del jashtë ne që na bën të lëvizim gjërat. Kanali shkarkues. Emocioneve. Pra nëse nuk ka gjetur asnjë vend ku rasti konkret Aurora nuk fliste, atëherë një ndjenjë brendshme që gjëja nuk është në rregull ose unë duhet ta komunikoj këtë dhimbje, del edhe përmes sjelljeve tona rebeluese, duke bërë ndryshim, duke sfiduar, dhe më pëlqeu shumë që ajo momentet saktuara tha unë kundërshtova pak edhe mamin në atë zgjedhjen që do bëj, pra t'i tregoj asaj që unë mund të bëj diçka më shumë, apo duke sfiduar teatrin, duke martuar me një person I cili ishte më I madh vetëm sepse ajo ndoqi një nevojë të vetën, që tha unë tek ai kisha një shpresë se do më trajtonte si vajzën, pra si vajzën e tij në marrëdhënie, dhe kjo është një ndjenjë që të shoqëron me atë ndjenjë e shpresës që ne po flisnim, pra të dyja ecin paralelisht, një shpresë për një jetë më të mirë dhe për të ndryshuar realitetin në një formë të veçantë që vjen edhe përmes rebelizmit. Është përpjekur gjatë gjithë rrugëtimit të saj të gjej vende dhe momente ku të kapet dhe të ngrihet. Dhe është për të admiruar sepse ja ka dalë. Për ta mbyllur Aurora historinë tënde që nga abuzimi në fëmijëri e deri më vonë. Shurti im ka kaluar përmes asistenteve sociale,
para se me njohë fëmijët, ka kalu përmes punëtorëve të strukturës që kanë janë tona psikologe, edukatore, edhe psikologët e fëmijëve, sepse edhe fëmijët e mi kanë pas psikologe në të kohë. Unë kam pas psikiatre të grupit të grave të abuzuara. Po. Edhe ka dash me pu edhe vërtetim që nuk ka kanë asnjëherë të nume. Ka ardhë asistente sociale këtu ku jam sot unë ku flas nga puna e burrit. Edhe ka pa situatën, më nënën mas 3-4 muajve më kanë dhënë lajën që më lënë me taku fëmijët. Më përpara s'ka mujt me taku fëmijët, po i kalu këtan të gjana. Edhe ka ditë me prit. Ai ka prit në orën 9, prisë me të në telefon, sepse gjatë ditë nuk isha në botë me folë me të, asë nuk u bate fjallë që me folë me të, sepse ishë fëmijët. Edhe fëmijët nuk u bote me marrë vesh, sepse ai ishte një të në. Je lumtur sot, Aurora? Jam shumë e lumtur, më tha pavarësisht se mi ka shumë nerva të burri, më thonte. Pse? Por ka drejt, sepse kam e shku punë të sate, kam një qytet tjetër punë. Ja, dhe bashkëshorti. Salve. Buonasera. Ciao. Ti salutiamo da Albania, hai una donna splendida accanto a te. Eso. Aurora, unë të falenderoj, e di që kemi kaluar ndoshta kohën, sepse ti duhet të vraposh për në punë. Ishte vërtet nder që ne ndam këtë bisedë me ty, nuk mund të them kënaqësi, sepse ne nuk na vjen mirë të dëgjojmë rrëfime kaq shtronditse si ai që ti ke kaluar, por na vjen mirë që ti e ke kapërcyer gjithë të rrugtim të jetës tënde dhe sot jeta jote ka qeshur, je lumtur, ke familjen tënde, ke një bashkëshort në krah dhe fëmijët e tu kanë marrë rrugtimin e tyre në jetë. Uroj të kesh një jetë të lumtur në vazhdimsi. Faleminderit. Edhe unë uroj që ta me gratë edhe vajzat të fillojnë të duan veten, sepse nga ajo do ta duan atë tjetër. Edhe të guxojnë siç bëre ti. Edhe më guxum, do të më trukit. Në çështë sa për një derë ka tjetër. Aurora, faleminderit. Ju përshëndesim. Jona sot ndam bashk në këtë